Nuk ja vlen thjesht vetëm me të qortu e me të korrigju. Nuk ja vlen thjesht me t'i numëru gabimet, por vlen në mënyrë konkrete me u bë shok udhëtimit, me të hap syt, me të shpjegu. Ky është miku i vërtet. Kështu janë miqtë e vërtet. Krishti shkon edhe takon dy nxënësit e Emausit, vetë ndecje me ta. Në atë rrugë të zhgënjimit, të përhumjes që ata janë nis, një atje shkon Krishti edhe ju flet, ju shfaqet, edhe fillon ju hap sy dal nga dal. Sa imazh fantastik. Ky imazh i Krishtit i cili vjen në ato deluzionet tona, zhgënjimet tona, edhe fillon na rikujton çdo gjë, dashninë e tij, forcën e tij, përpjekjet e tija. Nuk të pështon asnjë gjë tjetër për të keqes, vetëm me të rikujtu se kush je e çfarë dashniet e ka bë jetën tënde.